Përshëndetje. Në emisionin e sotëm të ciklit Prosperous Alp, kam nderin që të kem të ftuar zotin Enkelet Alibej. Zoti Alibej, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëre, ju jeni një informacion i cili është krijuar, ta quajmë i ardhur nga Partia Demokratike, do të thënë ta quajmë një formacion i cili pretendon që mbron interesat e shtresës së djathtë të shoqërisë shqiptare. Nuk e di, desha të di nga ana juaj, zoti Alibej, në realitetin e sotëm ekonomik të Shqipërisë dhe të shoqërisë shqiptare, dhe psikologjik, dhe demokratik, cilët janë shtresat që ju mendoni që janë të djathta sot? Shumë e drejtë pyetja lidhur mbi atë se cilat janë shtresat sociale mbi të cilat bazohet djathtas 1912. Ka dy rrafshe ku do doja ta gjeja një përgjigje. Së pari nuk shkëputem dot edhe nga rrafshi historik. Juve tha, unë së bashku me kolegët e mi kemi qenë pjesë e Partisë Demokratike, pas kontributet tona. Dhe vetëm kaq, por ajo se çfarë ishte njëra nga shtysat e ndërtimit të këtij subjekti të ri, ka qenë fakti që në Partinë Demokratike, në atë rokambull të madh të krijuar në 92-shin, kishte ish komunist, njerëz pa ndonjë aktivitet politik dhe në atë kohë, të përndjekur, pronar. Dhe një pjesë e atij grumbulli njerëzish ishte edhe ajo pjesë e cila historikisht nga e shkuara 50 vjeçare mbante atë magjepsjen e së djathtës goditur nga sistemi dikush. Pinjollët e cilëve natyrshëm e gjetën vendin e tyre politik mbas 90-91 tek Partia Demokratike. Pra tek diçka ndryshe nga Partia e Punës apo se Partia Socialiste. Ka qenë në fakt një tension i cili ka bashkëshoqëruar udhëtimin e Partisë Demokratike. Një pjesë idealistësh, njerëzish me një historik politik persekutimi të para 90-s, një pjesa tjetër të konvertuarit apo njerëzit të cilët nuk ishin pasur në një persekutim të dallueshëm në sistemin e kaluar. A ishin në fakt këto dy rryma të cilat dhe i farkohe edhe bashkëtuan. Kumë dominantja do duhet ta pranoj dhe këto ishte pjesa më e madhe, kishte një lloj lidhje me sistemin e dikurshëm, por ajo që ishte një kock, po duani edhe ideologjike të mund ta quaj, ishte kjo pjesa e pronarëve, të paktën profilizoi me pronarët, me të përndjekurit e me radhë. Dhe ky është shpjegimi historik. Në fakt do duhet pranoj diçka tjetër. Ka kaluar 35 vite nga i momenti i parë i 90-s. Nuk e kishte sens në fakt ta quaje që po këto shtresa historikisht persekutuara, pjesë e Partisë Demokratike mbanin fort spaletën e së djathtës. 35 vite ka kaluar, shumë ujë rrjedhur nën ura, dhe tashmë edhe koncepti i së djathtës ka ndryshuar, nuk është më. Dhe unë e them fare pa droj, pa pasur kujdesi se ndoshta mund të prek nga nervi historik i së djathtës, që sot e djathta nuk perceptohet e nuk profilizohet vetëm nga këto shenjat vogla të së shkuarës, por e djathta sot është çdo individ, çdo shqiptar i cili vlerëson aftësinë e vet, zotësinë e vet. Ka dhe doza patriotizmi, fakti të qëndruarit në Shqipëri. Është një biznesmen i ndershëm. Është një student çdo të ri, është një pensionist. Sot i në përkëmbur. E pra, sot e djathta është ajo që duhet ta pranoj që të jetë kështu, dhe nëse s'është kështu, duhet kontribuoj të shndrohet kështu,
në një spektër, në një siluet politike që pse jo të ketë edhe doza të nacionalizmit. Sepse ajo se çfarë unë shoh në këto 35 vite me Shqipërinë ka ndodhur një gjë që ka gryer këtë vend për ditë më tepër. Humbja e identitetit. Humbja e ndjesisë së brendshme të qenit shqiptar, përkatësia me këtë vend, të qenit krenar edhe për atë histori me dritijet e veta, ndaj për mua kjo është e djatha. E djatha që simbolizohet tek individi, e djatha e cila kërkon meritokracinë, e djatha që kërkon gjithmonë një shtet gjithmonë më të vogël, e djatha që i jep individit lirin kreative, lirin e biznesit, të çfarëdo lloji dimensioni. E pra, kështu e profilizoj. Për ta identifikuar pastaj me shtresat sociale, ndoshta është pak e vështirë. Pikërisht në këto momente. Po pikërisht këtu gjykoj dhe vlerësoj që do duhet të jetë, po themi edhe pishina ku do pretendojmë të marrim një lloj mbështetje. Thënë kjo, në terma elektoral, që është një diskutim tjetër tashmë, absolutisht do të isha më së i kënaqur nëse do të kishte aty demokrat të neveritur apo të mërzitur me leadershipin aktual. Po punoni ju edhe socialist të mërzitur akoma më shumë me qeverisjen aktuale. Njerëz të cilët gjatë gjithë kësaj kohe mbas edhe kanë refuzuar politikën dhe kanë qenë në atë rehatinë e tyre të abstenimit. Kështu që kështu e përfytyroj me shpresën, po doni ju dhe me entuziazmin për të ngjallur të nerv të ri politik në Shqipëri. Po, në këtë mënyrë konceptimi, si të thuash, ju që jeni në biznesin politik dhe biznesi politik është bazohet tek votat që ju do merrni. Kjo është suksesi edhe humbja e biznesit politik. Natyrisht, me këtë përkufizim tuaj është e zgjeron mundësinë për të marrë vota. Sepse në kuptimin klasik, që ose do të themi e majtë dhe djathtë, në kuptimin klasik, në kuptimin ekonomik, unë mendoj që Shqipëria në kushtet e sotme, edhe mas 35 vitesh, nuk e ka, se të thuash, konkretizuar një të majtë dhe një të djathtë klasike, për shkakun e vetëm, sepse përpara se të kesh të quash i majtë apo i djathtë, ti duhet kesh përcaktuar pikën 0. Pika 0 është e para. Pika 0 është ndërtimi i një shteti minimalist që të quhet shtet. Në kushtet e sotme, kur marrim për shembull faktin që një shtet klasik, qoftë edhe komunist, qoftë edhe fashist, aq më shumë një shtet që quhet demokrat, nuk mund të lejojë për shembull që hipotekat që duhet të jenë gardiane të pronës shqiptare, pa e marrë si shembull që mund është edhe prekshëm, gardian të pronës shqiptare janë të parat që vënë dorë tek regjistrat e pronës. Pra, u marrin pronën disave, qoftë edhe shtetit, dhe ja japin disa pronarëve të sajuar. Nuk mund të quhet shtet, një shtet i cili realisht, kur bie tërmeti, ushtria shqiptare, gjenjo shqiptare, shkon me lopata dhe ndërkohë ty të vinë më shpejt forcat e pajisura mirë nga Kosova, nga Italia, nga Greqia, me radhë. Nuk mund të quhet një shtet që kur bie pandemia ti nuk ke spitale, e kështu mund vazhdojmë rresht. Kështu që në këtë kuptim, edhe baza ta quajmë historike ka vlerën e saj, emocionale por jo reale. Sigurisht. Emocionale por reale, por kudo në botë emocionet janë pjesë e biznesit politik, edhe në vendet më të konstituara, unë të paktën di që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 30% e elektoratit nuk voton sepse lexon programet, por sepse është një traditë. Sigurisht. Shtresa e mesme është shumë e hollë në Shqipëri, që mund të ishte, me sa unë dëgjova nga shpjegimi juaj, mund të ishin ata një burim i mirë i votave, është një shtresë e hollë, dhe shoqëria shqiptare nga pikpamja ekonomike klasike është shndruar në një masë të madhe njerëzish të varfër dhe një grushti njerëzish tepër të pasur, jo për aftësinë e tyre, por për oligarkinë.
për dhurimin Mirë, e mbështetje. pasurive kundër interesit publik, kundër ligjeve të së drejtës, nuk po të them ligjit, sepse ligji mund të jetë edhe kapje shteti, Po. siç ka ndodhur në masë në Shqipëri. Nuk e di se si e perceptoni ju në këtë aspekt. Plotësisht dakord me konstatimin tuaj. Jap vetëm një shembull. Edhe në profilizimin apo në diskutimet që kemi pasur lidhur me çështjet, po themi, të programit ton elektoral, së bashku me kolegët, natyrshëm, nga çështjet kryesore të cilat edhe u ngulitëm dhe kemi pjesë, po themi, të programit, janë çështjet e shtetit. Plotësisht dakord me konstatimin tuaj që sot mungon konceptimi shtet apo konceptimi institucion. Sigurisht ato që janë reflektimet që thatë juve, mungesa e shërbimeve, hipoteka, dogana, tatime, policia, parlamenti, qeveria, të gjitha këto janë dëshmi të faktit që ky grumbull njerëzish ku jemi ne, quhemi shqiptarë, në këtë territor që quhet Shqipëri, i mungon pikërisht koncepti institucion, shtet. Plotësisht dakord me faktin që edhe dikur, kur them dikur, para 90-s, në sistemin komunist, verb i tillë si shteti, frika nga shteti, frika nga ligji, e me radhë, ekzistonin në koshiencën e njerëzve, pavarësisht se ishin të padrejta. Sot, në fakt, është rënuar edhe ky konceptim i ekzistencës së shtetit dhe institucionit. Do thotë, aq më pak të jenë të drejta. Da jam plotësisht dakord me faktin që para se të mendohet, në duhet menduar në fakt, për gjitha çështjet apo ofertat elektorale, do duhet jemi koshient për fazën ku jemi të ndërtimit të shtetit. Dhe një nga çështjet më të para në fakt që kemi përcaktuar në atë programin ton të shkurtër, së bashku me kolegun Shehi, që quhet programi i shkurtër i djathtas për zhvillim, ka qenë pikërisht çështjet e shtetit. Një, mbështetja e drejtësisë, jo thjesht ndaj spakut, por drejtësia si një nga 3 degët themelore të shtetit, bazuar në ndarjen dhe balancimin e pushtetit. Së dyti, elementi i shndërrimit të parlamentit në funksionin e vetë origjinar, të kontrollojë të gjithë pushtetshmin që është kryeministri. Së treti, akoma dhe më e rëndësishme, një reform e qeverisjes vendore, e cila duhet të ribërë nga e para për shkak se procesi koncentrimit që ka ndodhur të paktën në këto 12 vite, po dhe më tepër, duhet të jem edhe më herët, duhet të ribërë dhe një proces i qeverisjes vendore, ku vërtet qeverisja të shkojë tek njerëzit, dhe së fundit shteti i vogël, shteti i rrullur, profesionist, efektiv me një administratë të mirë paguar, e cila të shërbej si shtylla apo si ashti ekzistues i shtetit që nuk tronditet nga ndryshimet qeverisë. Ndaj po, kjo është e para. Kjo është e para dhe pastaj mund të fillohet mendosh edhe për çështjet të sëmajtës dhe djathtas në kuptimin klasik apo filozofik të tyre. Që ta mbyll, kur më pyesit pak më parë rreth për atë se çfarë do të ishte e djathta dhe mënyra me cilën u mundova ta shpjegoj, ju referova, ndoshta pa dashje, pikërisht asaj pjese të shoqërisë shqiptare që kërkon pikërisht këto gjëra. Një shtet ekzistues që i trajton njerëzit në mënyrë të barabartë, institucione ku të trokasin, ligj që zbatohet mundësisht në pjesët më të madhe njësoj për të gjithë. Pra, në fakt, njerëzit cilët qëndrojnë këtu, patriotët e këtij vendi që duhen Shqipëria të bëhet shtet. Po, normal, domethënë një shtet duhet të ketë, domethënë në formën tim më të thjeshtë duhet të ketë disa funksione publike që nuk mund të shkelen, disa bazike. Qartësisht. Domethënë, dhe pastaj ti mund të konceptosh se sa anon majtës apo anon djatës. Për sa i përket
analizës që unë bëj me veten time, nëse do më quajnë mua, do më kërkojnë mua për të thënë ka nevojë Shqipëria për një të majt apo për një të djathtë, që nuk i ka në fakt, as një të majt as një të djathtë, unë do të thosha që në kushtet e sotme, edhe këtë e them përballë jush që jeni përfaqësues i një të djathtë, unë them që Shqipëria në fakt në themel ka nevojë më shumë për një të majt. Pse? Nëse do kemi parasysh klasikën, sepse ndarja e pronës në mënyrë kaq ekstreme, ku një grup i vogël njerëzish zotërojnë pa meritën e tyre pasuri shumë herë më të madhe se sa 98-99% e pjesës tjetër, në kuptimin klasik i nevojitet një e majt. Dhe natyrisht në momentin që lind një e majt, del nevoja edhe për një të djathtë. Të gjitha reformat e deri tashme në fakt kanë qenë reforma në momentin më të mirë që mund ta quajmë, kanë qenë reforma pragmatiste zgjedhore, por në funksion të tyre, secila palë që quhet e majt ose quhet e djathtë, i kanë shërbyer në fakt kësaj ndarje të thellë klasore të shoqërisë shqiptare, ku pasuria është ka shkuar në duart e një grupi të vogël njerëz në mënyrë të pamerituar. Do të thënë kjo është situata në Shqipëri dhe prandaj shqiptarët sot detyrohen të emigrojnë. Shqiptarët sot u ka humbur shpresa. Gjithmonë edhe më shumë ministrat e qeverive kthehen në fakt në sekretar të atyre që janë oligarkë. Dhe këtë unë e kam me shembuj të parë me sytë e mi, kur ministra i kërkojnë takim oligarkëve të caktuar, dhe ata thonë po ose jo. Është një fakt i padiskutueshëm, se e kam parë vetë, dhe kështu me radhë. Po meqense neve jemi tek ju jeni në një vend në të cilën praktikisht është një institucion biznesi, siç është Konfindustria, desha di shkurtimisht, po fare shkurtimisht programi juaj ekonomik. Ku ka pikat e tij të forta që ndryshojnë nga ato programe që janë shpallur sot ose që kanë qenë të pranishme deri sot? Okej. Duhet tim edhe modest të kjo pjesë, për shkak edhe të backgroundit tim, ose për shkak edhe të profesionit tim, po sigurisht 2-3 gjëra të qarta në optikën tonë edhe mund t'i them. Nuk di të them pastaj nëse do t'jenë të ndryshme nga çfarë partitë e tjera thonë, sepse mund të pohoj edhe faktin tjetër që para fushatës elektorale, të gjitha i thonë, të gjitha partitë zgjedhojnë të njëjtat folje, lakojnë të njëjtat emra. Megjithatë, një nga çështjet mund ta them, të cilën arrita kuptoj që ndoshta është më e rëndësishmja. Shndrimi sipas optikës son nga një shtet investigues, kontrollues ndaj biznesit, se ky është raporti, unë besoj që ky është raporti thelbësor. Pra nga një shtet inspektoriat ndaj biznesit, tek shteti konsulent ndaj biznesit. Pra tek shteti që këshillon biznesin dhe shndrimin e biznesit, jo më si një viktime radhës e cila duhet të psoj agresivitetin e tentakulave të shtetit, por të krijoj vetëdijsimin që jo vetëm kontribuon tek shteti me para. Biznesi e bën këtë shtet në fakt, por të ndihet dhe aksioner real i shtetit dhe të kontribuoj edhe për mbajtjen e rregullave apo dhe vetë ekzistencën e shtetit. Pra është një ndryshim, sipas meje është një ndryshim në mentalitet. Si arrihet kjo? E para thash në ndryshimin e modelit të vetë shtetit. Një shtet i vogël. Një shtet i cili nuk vendos ose nuk lëshon ushtrin lebetitse të tatimorëve apo doganorëve apo inspektoratet e ndryshme, por që ofron vetëm këshillim ndaj biznesit. Biznesi për nga natyre nuk mund të jetë mëkatar. Një njeri i cili futur biznesit që në gjenezë ka zgjedhur që jetën e vet, por dhe të tjerëve ta bëjë me punë ndeshme. Ky është biznesi. E përsa kohë që në gjenezë, që në momentin zero, ta njerëzit të parë të cilët duan shtet edhe për interesin e tyre, raporti i shtetit me këta mund të jetë veçse i kësaj natyre. Mbështetës, këshillues
jo jobvënës, nuk do të parë si njerëzit të cilët janë vetëm një trast ku shteti të fuzduar dhe të marrë para pa i llogaritur, aty të zhvas. Kjo është e para. Në harmoni me këtë, shkon sigurisht edhe çështja e masës apo barrës fiskale, taksave. Lejni për taksë të sheshtë. Nuk po them ndonjë gjë, po themi të pa dëgjuar më parë, por një taksë e sheshtë nuk kemi vendosur në programin ton cila do të ishte Masa. po themi masa, por kemi vendosur një rregull të thjeshtë. Të mund të vendoset në konsultim edhe me komunitetin e biznesit, një konsultim real me komunitetin e biznesit, midis një minimumi edhe një maksimumi. Qoftë edhe për arsyen se harmonike që edhe në një mekanizëm shtet formues siç është vendosja e masës barrës fiskale, do duhet të ndjehet komuniteti i biznesit, të ndjehet pjesë aksioner në vijimsi. Kjo është e dyta apo e treta. E katërta, besoj unë, një nga çështjet që ka lidhje po themi me biznesin, mbase jo aq drejt për drejt, por që unë realisht e shoh që është një problem, është çështja e zgjidhjes së drejtës pronësisë. Kjo ka komponentin e vet të natyrës politiko-historike, të elementit pendes e këtij regjimi apo këtij shteti ndaj të kaluarës, po ka një element të fortë të aspektit ekonomik. Një ekonomi me një situatë të pronësisë, të paqartë, të pasigurisë të së drejtës pronës, ose personi që të mund të ketë mundësi dhe hapësirë për egzaltim të ekonomisë. Dhe së fundit, me që dhe thamë që do të bëj shumë shkurt, edhe elementi i korrupsionit. Në besoj që elementi i korrupsionit është një nga elementet që godet në thelb, po themi, çështjen e ekonomisë. Që besoj duhet konceptuar, si që kemi konceptuar, thjesht një shkurtim drastik i shpenzimeve qeveritare, të punësimit. Kur themi shtet i vogël, sipas studimeve tona, në fakt do të mjaftonte një qeveri që në mënyrë signifikative, por jo vetëm mund të thuhet, një qeveri me 10 ministri, 150 institucione. Aktualisht sot në Shqipëri, shteti shqiptar, që ka 20 ministri, por ka, edhe kam parë edhe nga studimi i fundit i censusit, 820 institucione. Për 820 institucione, cilët paguajnë, janë, si them, roditor të paras publike dhe fryti është zero. Kërkoj, një shkurtim drastik i paras publike me kushtin që ata që do të mbeten në administrat të jenë njerëz të cilët të jenë profesionistë. E nëse bëhet kjo, edhe masa e korrupsionit ekonomik bie në mënyrë vertikale. Pra nëse ndryshon kjo fytyrë, kjo mënyrë e qasjes së shtetit, unë besoj që hapësira për biznesin do të jetë më e madhe. Kaq e thjeshtë është. Zvoglo hapësirën shtetërore, do të zgjerohet natyrshëm hapësira e lirisë individuale që shndrohet pastaj në hapësirë lirie të biznesit. Në fakt, zoti Elibej, ju bët një paraqitje sintezë, ta quajmë, të shtyllave kryesore të programit tuaj. Duke prezumuar që gjithçka varet nga forcat e brendshme në Shqipëri. Në fakt, nëse do t'i futemi pak më në brendësi, çfarë rezulton sot? Rezulton ajo që tham. Shqipëria sot mas 33 vjetësh rezulton një vend i cili shtyllat kryesore të një shteti të së drejtës, një shteti demokratik nuk i ka realizuar. Në ekonomi, nuk kemi ekonomi tregu. Kemi një ekonomi që kapet, është e kapur nga monopolet, oligopolet, e kështu me radhë. Në zgjedhjet. Ende sot nuk kemi në gjendje që të realizojmë zgjedhje minimalisht të pranueshme, por të gjitha janë të sforcuara. Në sistemin e drejtësisë,
si thuash, jemi tërësisht të pasuksesshëm, sepse derisa e kemi deleguar një pjesë të konsiderueshme të pushtetit të drejtësisë, jemi kaluar të huajve nëpërmjet reformës së drejtësisë dhe SPAK-ut. Kemi prani të mirëfillt të korrupsionit të gjithallove, korrupsionit primitiv, pra në shkeljet ligjit, por ajo që është më rrezikshmja është të korrupsionit të kapjes shtetit, pra të bërjes së ligjeve me porosi, të korrupsionit politik. Asa ti nuk e di se ku fillon oligarku dhe ku fillon vendimarrja politike. Më shumë se 50% e njerëzve të qytetarëve shqiptar kanë dalë jashtë vendit. Çka do të thotë që në një rrjedhje normale të situatës ti nuk i ke fuqit nga brenda për të bërë ndryshime thelbësore. Dhe në këtë kuptim do t'i drejtohesh, siç i drejtuar deri tani në momentet kyçe të historisë sënd, po jo vetëm shqiptare mendoj unë, është për gjitha vendet e vogla dhe të varfra siç jemi ne. Relativisht i drejtuar partnerëve tanë ndërkombëtar. Siç duket partnerët ndërkombëtarë kanë marrë mesazhin me kohë, dhe ata na ofruan me detyrim përcaktim bërjen e reformës në drejtësi, që në analizën time nuk është në vullnetin politik të vendimarrjes shqiptare. E thon Troç, nëse do të dijej në dorën e vendimarrjes politike shqiptare të sotme, reforma në drejtësi dhe SPAK-u nuk do të ishin pranishëm. Dhe mund të zhduken edhe fare lehtë. Ju jeni një politikan jo vetëm e përvojë tashmë, por jeni edhe një politikan që ka eksperiencë në qeverisje, në momente shumë të rëndësishme. Unë nuk mund të harroj në fakt bashkëpunimin që kam pasur me ju, dhe desha edhe t'ju shpreh edhe falenderimet e mia edhe në distancë kohore, për profesionalizmin e lartë dhe dinjitetin e lartë të kryerjes detyrës tuaj si ministri i drejtësisë, kur u krijua gjykata administrative, si kërkesë e biznesit, që rritë nga koha, për ta bërë të ngjashme me formacionet e ngjashme të shteteve partnere. Si mendoni ju këtë raportin midis aftësisë së brendshme për të bërë ndryshime themelore në vendimarrjen politike në raport me ndihmën e shteteve partnere? Dhe duhet të jemi të sinqertë. Unë e kuptoj fare mirë se të qenit në politikë shpeshherë shtyn këdo që të flas apo të shfaqet jo ai që është apo jo ai që mendon. Në fakt, forca e fakteve që parashtruat juve është kaq e madhe se askush nuk mund të mund marrë guximin të kundërshtojë. Po, është e vërtetë. Është e vërtetë që nga 2016 me reformën në drejtësi, praktikisht deleguam një pjesë të sovranitetit shqiptar. Dhe bëm shumë mirë. E sotmja ka treguar që të paktën një ishull të vogël të atij shtetit shqiptar që nuk ekziston, gjysmë i rrënuar, ka një ishull i cili po jep rezultat. Po jep rezultat matur edhe nga besimi që publiku ka. Flas këtu për çështjen e SPAK-ut, GKK-s dhe BKH-s. E mira do t'ishte që t'ishte vetë koshjenca e brendshme e publikut shqiptar, duke bërë presion në fakt tek pjesa politike që kishim arritur, pra si një proces i brendshëm. Nuk ishte i tillë. Plotësisht dakord me konstatimin tuaj, në 2016-ën, përfaqësuesit më të lartë politik në parlament, unë kam thënë edhe kam planuar dhe vetë, sepse kam pas dhe informacion dhe vetë, janë marrë thjesht prej veshi për ta votuar me zor. Askush nuk e donte. Nuk e donte Sali Berisha. Nuk e donte Edi Rama. Nuk e donte Ilir Meta. Nuk po flas për Luzin Bashën për faktin sepse në Partinë Demokratike historikisht njeriu që ka urdhëruar ka qenë Sali Berisha. Ndaj, me sa duket, do duhet të bëjmë dakord dhe s'do duhet të ndjehemi keq. Pakën edhe publikut ja japim edhe këtë lloj shembulli, që ky vend i vogël, gjithmonë më tepër në rrudhje, ka nevojë për këtë dorë dashamirëse të perëndimit
të jemi të kujdesshëm, të perëndimit në procesin e shtetformimit. Ndihem edhe keq në fakt, te konstatimi juaj që për 35 vite po nuk arritëm me një proces të brendshëm që të bënim diçka, të bënim shtetin apo të cilin të drejtën. Madje jam nga ata që pranoj edhe tjetrën, që edhe në 90-91 nuk ishte një lëvizje qartësisht që buronte nga brenda. Më tepër ishte një zgjatim i zhvillimeve të ndodhura në Europën lindore, jo më kot, Shqipëria ishte e fundit. Jo më kot, dhe ngjarjet ndodhen në mënyrë të qetë, shumë mirë, pa trauma, por kushdo që bën një lloj analize të gravitetit të sistemit diktatorial që ishte në Shqipëri, krahasuar me vendet e tjera të lindjes, të izolimit që ishte Shqipëria, krahasuar me izolimin në vendet e lindjes, të shndërrimit të njeriut shqiptar krahasuar me vendet e tjera, këtu edhe ndryshimi do duhet të ishte më traumatik, më shpërthyes. më shpërthyes, më me kosto shumë mirë që nuk ka ndodhur, do të jem i qartë, por diçka ka ngecur në zhvillimin natyror të shoqërisë shqiptare. Dhe fakti është i tillë, që nuk ka gjetur dot shoqëria shqiptare. Për shumë nga arsyet që tham, forca motore të brendshme që të jetë ajo të bëjë ndryshimin e madh. Gjithmonë është dashur që një forcë nga jashtë, një dorë dashamirëse nga jashtë, të mund të jap një kontribut. Njëri është ai që tham pak më parë, lidhur me sistemin e drejtësisë. Me sa duket, dhe këtu do ta them edhe hapur, me sa duket, ky është një projekt që ka filluar në 2016. Tash në një projekt që unë mund ta them, po, me gojën plot, ka dhënë frutet e veta, mjafton të shohim frikën e madhe, kur them frikën reale, pas një lloj thonjze, frikën e madhe që shumica dërmuese e të fuqishme të politikës në mazhorancë, në qeveri apo në opozitë ndjejnë për sistemit të drejtësisë. Në fakt, po të bësh një analizë, me them edhe këtë, nuk është se ndjejnë për faktin se kanë frikë, duhet ta kemë frikë, duhet ta respektojmë në fakt Altin Dumani, Olsi Dadën, Melena Gjokën, apo të tjerë personazhe të gjykatës së Spakut. Në fakt, ajo se çfarë ndjejnë realisht është ndjesia që kanë që mbas qëndron dora e ndërkombëtarëve. Normal. Dhe e fundit si shembull, ajo që ndodhi në këto 1 muaj gjys apo 2 muaj, nëse e mbani mend, në janar, legjenda urbane, që me sa duket nuk ishte aq legjend, u shpërhap që amerikanët u tërhoqën nga Spaku, që ata nuk janë më i frymë tek kësaj ideje, Rama i pari, amerikanët nuk janë më. Vazhdonte Berisha, i cili vazhdonte të njëjtin referencë, do ta shkrijmë, do ta shndrojmë me radhë. Dhe gjendjen e madhe të hares që i kapi në fakt të dyja këto palë, dhe para disa ditësh lajmi që u shpërhap që Obdati, përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, rimorën edhe një herë pozicionet e tyre të punës më me energji se sa më parë, ma lejoni ta them edhe këtë me aq sa informacion që kam. Dhe edhe një herë peznin e madh që i ka kapur të dyja forcat e mëdha të vjetra politike, që është shenja më energjike që po në këtë vend, nëse do ndodhin dhe duhet të ndodhin ndryshime të mëdha, këto ndodhin vetëm me ndihmën e fortë të perëndimit të ndërkombëtarëve. Unë nuk jam nga ata të cilët do duhet djem keq ose me ndonjë kompleks pa aftësie të formimit të shtetit shqiptar. Në një botë globale, në një kurs real apo të sinqert të pozicionimit të Shqipërisë në perëndim, sepse kemi qenë gjithmonë një këmbandej, një këmbëkthej, gjeografikisht në perëndim, mendërisht në lindje, politikisht në lindje, në këto 35 vite të paqartë,
askush nga ne s'do duhet të ndihet, s'do duhet të ketë një kompleks që thot, po, është më se udhës së pari të pozicionohemi qartë azin perëndim me ndihmën dhe me shërbesën që duhet i bëjmë dhe me mirë pranimin e të gjithë këtyre duarve, gjithmonë do ta them dashamirëse të perëndimit për këtë vend. Dhe besoj që kështu do të ndodhë. Shiko, që të jemi realist, duhet pranojmë që këto nuk janë fenomene vetëm shqiptare. Pastaj janë vendet që ndryshojnë ku kjo shfaqet më shumë ose shfaqet më pak. Domethënë, fatet e vendeve të vogla dhe të varfëra duhet ta pranojmë që nga pikpamja gjeostrategjike janë vendosur nga fuqitë e mëdha. Absolutisht po. Edhe pavarësimi i shteteve, ti marrësh të gjithë me radhë, janë vendime në tavolinë të fuqive të mëdha. Absolutisht po. Aq më shumë për demokracinë. Dhe në këtë rast ti nuk dhuron soverenitet. Në këtë rast ti mirë pret për të mirën tënde, një ndihmë që ata ta japin sipas këndvështrimit të tyre. Do të ishte shumë mirë sikur ne ta kishim burimore të brendshme. Por kjo është objektivisht e pamundshme. Historia këtë ka treguar. Historia këtë ka treguar. Dhe për ne kjo është një fat i madh që ata janë të vëmendshëm. Natyrisht nuk janë të vëmendshëm sepse thjesht interesohen për shqiptarët, serbët, malazezët e ku ta di unë. Ata interesohen sepse kanë interesin e tyre. Dhe interesi i tyre është që nga harta gjeografike e një Europe të madhe nesër, ku dhe këto shtete do jenë pjesë e tyre, këto të mos jenë, si çdo shtemigjeni, thumb i ngulur në trut njerëzimit, në trut e Europës në këtë rast. Edhe kjo është e pranueshme. Problemi është se si kjo do të zbatohet në praktik. Unë do të thosha këtë gjë, që të paktën nga përvoja jonë, edhe juaja natyrisht, ta quajmë programi i reformës në drejtësi në Shqipëri, ju përmendët Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë sipas vlerësimit tim them që është një program i Bashkimit Evropian. Dhe është një program platformë i Bashkimit Evropian për të gjitha shtetet të cilat do të jenë shtete nesër anëtare të Bashkimit Evropian. Pastaj, futja në lojë Shtetet Bashkuara të Amerikës është pjesë e një diskutimi në të cilën sipas të dhënave ka institucione jo publike, por të afërta me vendimarrjen publike, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, konkretisht po e themi sepse duhet ta themi hapur, është Fondacioni Soros, të cilët bën të mundur futjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë paketë të detyrueshme politike të Bashkimit Evropian, që është reforma në drejtësi, dhe duke e futur Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata patën mundësi që të futeshin edhe vetë në zbatimin e kësaj politike. Natyrisht, prania e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë proces të reformës në drejtësi është erdhi si rrjedhim edhe logjik i faktit që dihet prestigji i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dihet prania e tyre e jashtëzakonshme në politikë, dihet e forca e tyre e shfaqur edhe në votimin që u bë për reformën në drejtësi, që ishte e dorës parë, dhe natyrisht pastaj ka pasur edhe problematikat e veta në zbatim që duhet i pranojmë. Unë mendoj personalisht që sot SPAK-u dhe reforma në drejtësi janë më të forta se kurrë. Për arsyeën e ndryshimeve edhe të mëdha që ka pasur ardhja e Trumpit në pushtet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse Trumpi, praktikisht me politikën e tij, i ka thënë unë ju jap know-how, ju jap njohurit, ju jap haunën profesionale institucioneve të SPAK-ut, që natyrisht derisa i jap këtë edhe i mbështes, por vendimarrjen do ta marrë totalisht Bashkimi Evropian. Sepse Bashkimi Evropian në fakt është ai që është interesuar drejt për drejt dhe dëmet që pësohen nga veprimtaria kriminale e shteteve si Shqipëria dhe në rajonet e tij, është Bashkimi Evropian që pëson i parë, jo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju si e mendoni këtë konfiguracion? Është e vërtet. Është e vërtet, siç ju e parashtruat, kur unë ju referova Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigurisht ju referova faktit që ata ishin provokatorët më të zëshëm, krahasimisht me Bashkimin Evropian, janë dhe më të qartë, janë dhe më të drejtë për drejtë. Kujtoni këtu vetëm procesin e zgjedhjes së kreut të SPAK. Një skan ku përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ambasadorja Yuri Kim në ato, shkon në KLP, në organin që do duhet ta zgjedhë dhe e monitoron nga afër atë proces.
dhe ishte ky monitorim i afërt nga përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që nxori zotin Dumani si të parin dhe i dha pse jo edhe legjitimin, po i dha edhe mbështetjen politike, po doni ju, që e ka quar Spakun, personazhin Dumani, po megjithatë edhe Spaku i ka dhënë këtë lloj mbështetje nga publiku shqiptar. Do duhet ta pranojmë raportin special të publikut shqiptar me atë amerikan. Megjithatë jam plotësisht dakord me atë që ky është një projekt mbi të gjitha europian, sepse është një eksperiment, po quaj eksperiment në fakt, që ka ndodhur së pari në Kroaci kohë më parë, pastaj edhe në Rumani, por dhe për arsyeën tjetër që ne jemi një vend evropian, çdo shkarje nga procesi i shtetformimit shqiptar pasojat jep drejt për drejt në Europë. Shembull për këtë apo provë për këtë është, po i them përsëri këtij 2 mujorit të një lloj mungese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë kam pasur në fakt edhe disa kontakte me përfaqësues të Bashkimit Evropian apo të shteteve anëtare, të cilët ndryshe kam parë ishin vendosur në një pozicion të fortë në mbështetje të Spakut, Normal. jo se s'ka qenë përpara, por duke marrë edhe protagonizmin për të kompensuar në fakt një farë mënyre edhe këtë gjendjen e vogël të pezullisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjë që më tregon që është po kështu siç juve e konstatoni dhe me sa duket, po është kështu, që pozicioni i Spakut sot është edhe më i fortë se sa më parë, për faktin sepse ka një harmoni deri perfekte midis mbështetjes amerikane, mbështetjes me Z, mbështetjes me hije, ta themi këtë, dhe mbështetjes teknike kapilare nga Bashkimi Evropian. Dhe financiare. Sigurisht. Do të është maksimumi i mbështetjes që një institucion në Shqipëri mund të ketë. Dhe po, Spaku sot është më i fortë se sa më parë, po do një dhe në perceptimin publik, sepse edhe ajo hareja që do ribosh e Ramës dhe Berishës që ikën ndërkombëtarët, bëri që Spaku të jepte edhe një sprov të fundit lidhur me kryetarin e Bashkisë Tiranë, që zhgënjeu secilin nga ato individë. Kjo është një sprov që tregoj për inercinë, për qëndrueshmërinë, për autonominë dhe për orientimin e qartë dhe të saktë, hullin se ku do duhet jetë Spaku. Kështu që plotësisht dakord, po është e vërtet. Duke prezumuar që analiza jone deri tashme ka arritur në përfundimin që vendet e vogla dhe të varfra, me një shoqëri të tillë të cunguar, me një ekonomi të kapur, me vendimarrje politike të cilat nuk janë të orientuara drejt interesit publik, por interesit të personit ose të grupit, nga brenda është vështirë që të vendimarrës të tillë që janë pushtet të lëvizin vetëm nga brenda. Shohim nga ana tjetër faktin që partnerët ndërkombëtar janë të interesuar me shumë i konkret, që nëse përmendët, që situata të ndryshojë. Ju mendoni që në zgjedhjet do të jenë zgjedhjet e vitit të si vjetën, pra të 2025-s, pika në të cilën realisht Shqipëria do të kalojë nga statu quo-ja e deri tashme e mos ndryshimit politik, edhe kundrejt problematikave të mëdha që qeverisja deri sot me ka shkaktuar shqiptarëve në tërësinë e të. Apo do jetë një proces i cili ju mendoni që do të jetë i zgjatur. E thon Troç, do të ndryshojë qeverisja në maj të vitit 2025? Unë jam i bindur që po. Analizë bëj, analizë edhe situash historike, po edhe për faktin që duke qenë afër proceseve që kanë ndodhur politike, por jo vetëm analizë, po edhe duke mbledhur në një mënyrë të kujdesshme të gjitha zhvillimet apo faktet. Zgjedhjet e këtij viti, sidoqoftë rezultati i tyre, dhe pavarësisht rezultatit të tyre, qeverisja pas 11 majit do të jetë ndryshe dhe nuk do të jetë kjo si qeverisje, kur them si qeverisje në totalin e vet. Pse e mendoj këtë?
po t'i marrim me radhë, s'pari për një arsye fare të thjeshtë të kuptueshme nga publiku. Nuk është një, nuk është një demokraci e konsoliduar kjo e cila të mbaj mbi supet e veta një qeverisje të katërt. Diçka të panatyrshme ndodh në Shqipëri. Njerëzit ikin, shpresa ka humbur, ekonomia gjithmonë e më keq, oligarkia gjithmonë më tepër dominante, që do thotë vazhdimësia në qeverisje nuk është shenjë demokracie, është shenjë autokracie, pra mungesë demokracie. Dhe mungesë demokracie në një vend i cili, në fakt, me të drejtën, nuk ka treguar në këto 35 vite, që është funksional, po themi në aspektin demokratik, për këdo njëri të arsyeshëm thotë që këtu diçka ka ngecur ose diçka nuk shkon me demokracinë. Dhe ky është elementi i parë se pse këto zgjedhje ka një motiv që të ndryshoj diçka për mirë. Së dyti, për herë të parë, jo në të 12 vite, por në 35 vite, ka një element i cili është jashtë vullnetit të politikës shqiptare, të vjetër apo të rinj, të majt apo të djathtë. Dhe që është ajo që sapo tham. Drejtësia, ose një ishull i drejtësisë, pra drejtësia që merret drejt për drejt me politikën, a drejtësia penale e SPAK-ut. Së treti, vëmendja e ndërkombëtarëve. Me sa duket ka një ndryshim në aksin e vëmendjes së ndërkombëtarëve. Sigurisht ata nuk e kanë lënë në heshtje të merren drejt për drejt me aktorët politik, por kanë përzgjedhur tashmë të merren me një aktor serioz, siç është edhe SPAK. Dhe ajo se çfarë unë mendoj, e duhet të i sinqert në këtë mes, do duhet ta them edhe këtë. Nëse ka një nga shenjat më të dhimbshme të demokracisë shqiptare ka qenë gjithmonë proceset zgjedhore, ju e thatë në fillim. Një vend që nuk bën zgjedhje. Ta pranojmë këtë. Qoftë edhe sikur të na mbuloj me turp, ky është një vend që nuk bën zgjedhje. Kush është në pushtet, përdor të gjitha mjetet e veta për të deformuar vullnetin e njerëzve. Ky që është në pushtet tani, Partia Socialiste e Beramën, është edhe artist në fakt në përdorimin e mjeteve të pushtetit. A gjitha këto element më çojnë në përfundimin që po, me një instrument në dorë siç është drejtësia, me një mbështetje të madhe që kjo drejtësi ka nga ndërkombëtarët, me një refuzim të madh të publikut shqiptar, këto zgjedhje nuk do t'japin një rezultat legjitim. Prandaj thash në fillim që pavarësisht rezultatit që do të ndodhë, sa mirë do të ishte që rezultati të ishte në terma numerik i ndryshëm. Por pavarësisht si është, këto zgjedhje nuk do të japin një rezultat legjitim, që do të thotë, do të jetë e pamundur ose jo e pastër qeveria që do të mund të lindë për këtyre zgjedhjeve. Dhe për sa kohë do të jetë e tillë, unë besoj do të futemi në një qerthull, në një cikël të ri politik qeverisës, në një proces të largimit dal nga dal, por me hapa të sigurt, të mendësisë së marrjes pushtetit të moslëshimit, tashmë e mishëruar tek Edi Rama dhe tek Partia Socialiste. E thënë shkurt, do më thënë ju thoni që pavarësisht rezultatit që do dali, partnerët ndërkombëtar nuk do të njohin rezultatin e zgjedhjeve. Jo vetëm kaq, po e fundit, unë besoj që edhe procesi zgjedhor tashmë do të ketë produkte edhe nga vetë SPAK, i cili e ka edhe test të vetit. Të gjithë e dim që krimi zgjedhor është duke gëluar këto momente, do duhet SPAK-u të bëj detyrën e vet, shkaku që do të çojë ke pasojë që vethat të mos njohë zgjedhje. Në këtë analizë që sapo bëm për qëndrimin e partnerëve ndërkombëtar krahasimisht zgjedhjeve të vitit 2025, ka vetëm një pikë pyetje, që në fakt ka qenë një pikë pyetje për angazhimin e tyre më shumë fuqishëm ose më pak fuqishëm ndaj fateve të rajonit në fakt, dhe jo vetëm Shqipërisë. Ajo që luhet gjithmonë me stabilitetin, me qëndrueshmërinë. Pra, ndodhin problematika të mëdha ndërkombëtare dhe vendimarrja politike në pushtet në shtete si Shqipëria dhe jo vetëm si Shqipëria, tundin një kartë kërcënimi të vazhdueshme ndaj partnerëve ndërkombëtar, me faktin që por që sa na ishni ne,
shtetet, përfshi Shqipërinë në këtë rast, kalojnë në kaos. Dhe unë kështu e lexoj në fakt edhe qëndrimin që kryeministri Rama, jo më lartë se para një muaji, diçka e tillë, drejtoi për mendimin tim jo ndaj shqiptarëve, po ndaj partnerëve ndërkombëtar, kur i tha nëse ju drejtua SPAK-ut në këtë rast, pra institucionit të drejtë për drejtë të partnerëve ndërkombëtar, që nëse ju nxirrni që vllai im është i përfshirë në aktivitetet kriminale, unë jam dorëheqje. Pra, a mund të luhet edhe kësaj radhe karta e destabilizimit vendit? Të mos e mohojmë faktin që politikanët shqiptar dritë shkurtër, siç edhe kanë treguar që janë, zaten një njeri i babzitur me pushtetin që nuk ka sensin e masës, të çon tek dritë shkurtësia, e kanë përdorur në thonjza, po themi, kartën e kërcënimit me kaosin, që mund të krijohet nëse ata cënohen, po themi, tek pozicioni i tyre që kanë mbajtur deri në atë kohë. Kujtoj këtu në 2013-ën, nëse edhe njerëzit duhet kujtohet, kur ishte Sali Berisha. Nëse mbani mend, ndërmori një histori të nacionalizmit që shkoi deri edhe në Prevez, apo mbajti në fakt edhe një miting deri në Maqedoni. Që mund ta ledatojnë sedrën e shqiptarëve, por politikisht sot duken jo të natyrshme dhe jo aktuale. Nuk kam asnjë dyshim që edhe Rama në mendjen e tij fshet mban edhe ai një instrument apo një dorë të kërcënimit nëse gjendet në një kurs përplasje me ndërkombëtarët. Mendoj që e kanë menduar, ndoshta edhe mund të funksiononte deri para ca kohësh, pra mund të krijonte një lloj përshtypje edhe tek ndërkombëtarët. Parë dhe përgjegjësia e politikanëve të këtij rajoni, me thënë drejtën vetëm Shqipëria. Mirë, dhe sot kanë një bindje tjetër, që nuk e bëjnë dot. Pra nuk mund të kenë një instrument shantazhi pra të mbjelljes së kaosit në qoftë se goditen. Dhe këtu kthehemi përsëri te SPAK. Imagjinoni dy skena, skenën A dhe skenën B. Skenën A ku ishin vetëm politikanët shqiptarë dhe ndërkombëtarët, të cilët mund të futeshin ndoshta edhe vrazhd, siç ka ndodhur përpara. Dhe në një rebel nga këta politikanët shqiptarë të pushtetit zakonisht thoshin jo, ju godisni mua, po unë e bëj këtë vend e kthej në gërmadh, ndez njerëzit. Kjo dhe mund të kishte doza vërtetësie. Imagjinoni situatën B, ku përsëri këta politikanë të kenë dhe një instrument tjetër apo një komponent tjetër që është SPAK. Nuk ndodh, s'ka se si të ndodh në mënyrë racionale që një politikan, sidomos nga ta politikanët që kemi ne, të mund të kërcënojnë dikë me kaos nëse ju ndërpritet pa pritur e pa pandehur pozicionit qërit në pushtet. Sepse publiku shqiptar nuk do ta konsideronte si të padrejtë, si të pandershme, një ndërhyrje ligjore që do të bënte SPAK. Kaosi nëse krijohet vetëm kur publiku kupton, percepton që është bërë një padrejtësi. Pra, tifozët e krahut politik që është në pushtet, nëse ata do të perceptojnë që përfaqësuesve të tyre, kryeministrit, i është bërë një padrejtësi, ata mund edhe të dalin, të rebelojnë, të protestojnë, po të doni ju. Ama në situatën kur të shohin që një kryeministër, pushteti, goditet me instrumenta ligjor, me institucion ligjor, siç është SPAK-u, nuk do të krijonte kurrësi një atmosferë të ngarkuar tek njerëzit. Përkundrazi, në bindjen time,
do të ishte një lloj ndjesie çlirimi, sepse do të perceptohej si një lëvizje që do të drejtësi. Pse arrin në këtë konkluzion? Jo thjesht analizë, por kam provë. E duhet ta them edhe këtë. Në miniaturë, ajo ngjarje për cilën po flasim tani, ose ai fenomen për cilën po flasim, na ndodhi para 2 muajsh me kryetarin e bashkisë, Tiranë. Njeri i fuqishëm, i pari Tiranës. Gjithë e dim se sa interesa financiar ekonomik ka lëvizur. Dim madje edhe faktin tjetër që legjenda urbane është shpërndarë në Tiranë, dhe jo vetëm në Tiranë, që do të bjen në rrjetën e drejtësisë sot, po jo sot, po pas një jave, po jo pas një jave, pas 2 muaj, zgjatet ca kohë, me thënë të drejtën. Dhe kur asnjëri nuk e priste, ndodhi. Në sytë e mi, atë moment që ndodhi, pa ju futur fare meritës së çështjes, nuk më takon të bëj gjyqtari tashmë, kam për dikur se bëj tani, por perceptimi im në publik ishte një lloj çlirimi. Një lloj barre ju hoq, të paktën publikut në Tiranë. Jo të gjithë, sepse ka edhe ai, po themi nostalgjikët apo fanatikët e vet, por një lloj ndjesie çlirimi. E pra, ky ishte testi i parë general edhe për atë se çfarë mund dhe do të ndodhi në bindjen time që kur të vi rradha e këtij pushteti që është sot, askush nga politikanët, qoftë edhe kryeministri, nuk do të ketë as mundësinë më të vogël për të kërcënuar dikë me një lloj presioni të kaosit që mund të krijojë, pra përdorimit të masave, përdorimit të publikut. Ndaj ky është i vetmi për mua, është i vetmi element i cili ja nxjerr skenarin, ja heq skenarin e shantazhit për destabilitet në qoftë se goditet. Këtu duhet një gjë, do të jemi të qartë, që kur ngjarja të ndodh, procesi të ecë, do duhet të jetë sipas rregullave të procesit të rregullt ligjor. Spaku, me prova, me fakte, transparent për aq sa është, pra duke respektuar gjitha këto elementë që japin legjitimitet. Pra jo si thjesht dhe vetëm si një lëvizje politiko-diplomatike, por me duke bazuar tek instrumenti SPAK në këtë rast. Kjo është një pikë e diskutueshme në fakt, edhe që mbetet për të diskutuar. Sepse ju prezumoni që prania e SPAK-ut këtu është e mjaftueshme që t'i bëjë që të ngurojnë qeveritarët e sot, mos e më saktë më thënë qeveritari sotën, për të mos ta kaluar vendin në kaos nëse do t'i rrezikohet karriera e tyre në pushtet. Po do thosha pak më ndryshe nëse më lejon. Jo se qeveritarët e sotëm do të ngurronin prej SPAK-ut, por çdo tentativë që do të mund të bënte kryeministri i vendit, që të ndodhe para këtij rreziku. Dhe ti thoshte kujdes, mos më godisni mua, mos hidhni prangat mua, se po modhet mua prangat, njerëzit do dalin në rrugë. Kjo nuk do të rezononte te publiku, sepse një nga aktorët që do duhet ndodh ky lloj shantazhi, pra ky kaos që mund ndodh, është vetë publiku shqiptar. Ky publik shqiptar, sipas optikës time, nuk do të merrte, nuk do të pranonte këtë lloj sinjali, sepse në mendjen e tij do të ishte i bindur që kjo çfarë i ka ndodhur kryeministit, kryetarit të opozitës, kryetarit të bashkisë, ministrave, është e drejtë që të ndodhë dhe po ndodhë nëpërmjet një institucioni shqiptar që zbaton ligjin. Këtu e shoh pamundësinë e këtyre përfaqësuesve politik. Thash, të gjitha këto arsyetime qëndrojnë kur shteti është minimalisht ligjor. Minimalisht ligjor. Në një shtet si ky joni, në të cilën praktikisht janë qeverisje monokratike, absolute. Janë qeverisje të njëshit. Nuk ka dysha. Sado që ti mund të thuash që dyshi është dyshi, rasti konkret i kryetarit Bashkisë Tiranës, figurë shumë e rëndësishme nga pikpamja formale, po nga pikpamja praktike, krejtësisht i parëndësishëm. Pra, edhe lëvizja që bëri SPAK-u, për mendimin tim, mund të ishte edhe një lëvizje e cila ishte e mirë menduar, që të prekte formalisht numrin 2, siç është numër formal, numri 2 në qeverisje monokratike, ku vetëm njëshi ka rëndësi. Sigurisht. Dhe kjo nuk e cënonte qeverisjen e para, se qeverisja është e njëshit në sisteme tilla. E dyta,
Problemi është se kush do të jenë ato forca ekzekutive që do të mbështesin SPAK-un praktik. Ndërkombëtarët. Po. E vetmja shpresë. Dhe kur themi mbështetje, mbështetja në kushtet e Shqipërisë, ku tashmë nuk do të jetë më skenari i shfaqjes së 97-s, ku turmat ishin në rrugë. Sot nuk mund të jenë në rrugë turmat. Turmat ose populli ta themi, në kuptim, është ndërgjegjësuar. Nuk e ka atë ta quajmë atë vullnet për të mbrojtur qeverisjen. Kjo është e qartë. Problemi është se qeverisja në Shqipëri dhe sistemi që është ndërtuar sot në Shqipëri bazohet në dy shtylla. Atë që tham, një është shtylla e oligarkisë dhe e dyta është shtylla e grupeve kriminale. Dhe në rrugë nuk do të jetë më populli, do të jetë rrugët kriminale. Prandaj, në themel qëndron a do ta ketë vullnetin e plot Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kuptohet, që në një realitet të tillë, në kushtet e mungesës pothuajse totale të shtetit ligjor, ata do ishin të gatshëm të fusin dhe trupa ushtarake në Shqipëri? Sepse në themel është forca. Sigurisht. Nga do të arrohesh në fund, SPAK-u mund të nxjerrë urdhra. Sigurisht. Ekzekutimi, gjykata dhe mund t'i aprovoj dhe ti nuk ekzekuton. Mos ekzekutimi. Ka ndodhur. Jo vetëm ka ndodhur, por ka ndodhur me laboratorin e Shqipërisë, që tashmë shfaq të media, që është në Elbasan, ku drejtori i policisë merrte urdhra nga ai që quhej kreu i një organizate kriminale. Dhe për mua Elbasani është laboratori i Shqipërisë. E morëm si shembull. Në këto raste duhet edhe një forcë. Këtu problemi është a e kanë vullnetin partnerët tanë ndërkombëtar, që jo se nuk e kanë bërë përpara, e kanë bërë në dy raste. A do jetë ky rasti i tretë? SPAK duhet ta bëjë të qartë që nuk janë pamje të bukura për ne. Ne kemi kaluar, shumë shëmtuar. Jo vetëm kemi parë, ne kemi përjetuar. Qoftë në 91, 92-shin, ose sidomos në situatën dramatike të 97, sigurisht që ishin shfaqje jo të mira. Jo vetëm për jetën tonë, po themi edhe për mendësinë e shtetformimit. Ja po t'i kthehemi së shkuarës në 33 vite ka ndodhur dy herë. Do të nuk është një 91 dhe 97. Dhe unë besoj që kushdo që ka menduar, ata të cilët që prej shumë vitesh këtë procesin e riformësimit të shtetit shqiptar, filluar që në 2016, ndoshta më herët, që në 2016 me procesin e reformës në drejtësi, do duhet ta kenë menduar, nëse kanë menduar, ta mendojnë edhe këtë sjellje vagabondazhi që mund të jetë nga përfaqësuesit politik. Se që përfaqësuesit politik nuk kanë limite. Nuk kanë asnjë limite. Janë pas klubi. Në fakt u tregua se tani më erdhin në mendje. Po një ish kryeministër 2 herë, një ish president 2 herë. Vetëm se u procedua me një mas arresti, detyrim paraqitje në shtëpi, ngriti trupa njerëzor me protestë para SPAK-ut. Kryetari i bashkisë. Të njëjtin gjë. Pra ta kanë treguar që nuk kanë limite tek ruajtja e kockës së shtetit. Pra, po të mendosh historinë e këtij vendi, 35 vite, 33 vite, ta fillojmë nga 91, 92 shek ndej, ka pasur 2 herë prezencë të forcave ushtarake tuaja në këtë vend. Shumë për një histori të shkurtër të një shteti. Po ngelen përsëri 2 herë. Edhe në 91, 92 dhe në 97. Nuk jam për të thënë që, si thonë italianët, non c'è due senza tre. Jo, nuk jam për këtë. Por e marrë shumë seriozisht konstatimin tuaj edhe për faktin tjetër. Ja, kemi 2 shembuj shumë domethënës të sjelljes apo të reagimit të përfaqësuesve politik shqiptar kur janë ngjendur për herë të parë në procedimin e SPAK-ut. Rasti Sali Berishës, rasti Erjon Elis. Sali Berisha për një detyrim paraqitje mas sigurie organizoi në mënyrë sistematike protesta para SPAK-ut, që nuk ishin për ta durtorkitur.
ishte për të egzaltuar njerëzit e vet, po dhe më tepër, që ky institucion meriton deri edhe dhunë. Më i rënd akoma ishte rasti i Erion Veliajt, i cili më shtolli jo thjesht dhe vetëm njerëz fanatik siç ishin në rastin e Berishës, po edhe punonjës së bashkisë. Mati guxoj deri atje sa i dha disa shembuj të agresionit fizik ndaj mjeteve të prokurorit apo të gjyqtarit. Pra këta nuk i kanë as pak. Dhe policia, sa më tepër policia nuk i mbrojti, edhe pse ishte e njoftuar. Kjo shkon në linjën e logjikës. Pra tregojnë fare qartë që nuk kanë asnjë lloj sensi skrupulli apo limiti që të mund ta çojnë drejt kaosi, po themi, sa herë që ndjehen të rrezikuar nga drejtësia. Por mendoj gjën tjetër që ka shumë përvojë kanë marrë nga politikanët shqiptarë, këta ndërkombëtarët, që besoj e kanë parashikuar që në momentet më të para, ka qenë momentet kur filluan të mendonin dhe pasandaj u fut në kushtetut ngritja një sistemi i jashtë influencës politike. Ndaj, më thash, nuk e përjashtoj, por i qëndroj më tepër faktit që vetë publiku shqiptar kurse si nuk do t'i shkoj asnjëherë isos së këtyre politikanëve. Madje duke këtyre dy shembujve që sapo thash, edhe në rastin e Sali Berishës, edhe në rastin e Erion Veliajt, një grumbull njerëzish gjithmonë i limituar, në rastin e Berishës ishin ata të cilët shkonin dhe bënin protesta. Në rastin e Erion Velis, nëse duket ishin të detyruar për shkak të raportit të punës apo të marrëdhënies së punës, por nuk pati eko jehon tek publiku shqiptar. Dhe fundit që dua ta them është vetëm edhe mbështetja që mund në rritje e sistemit drejtësisë, po midis dëshirës për të patur drejtësi, po pse edhe dëshirës për të patur ndëshkim ndaj kastës së vjetër, besoj që kjo është një nga elementet që do të qëndron në fakt si një pengesë e madhe ndaj çfarëdo lloji demarshi të qartur të politikanëve shqiptarë që mund të ndjejnë rrezik. Shiko, për shkak të natyrës punës që kanë patur, kemi patur kontakte të vazhdueshme me institucione ndërkombëtare, të gjitha llojeve. Duke filluar në mënyrë sistematike nga viti 2008. Ata duke marrë shkak nga fakti që ne morëm nismën për ngritjen e gjykatës administrative, në mënyrë të herpasershme, ekipet ndërkombëtare të sistemit drejtësisë kontaktonin të ne për të parë situatën se çfarë ndodhte. Unë nuk mund të harroj një ngjarje të vitit 2008 kur më kërkuan takim përfaqësues të një institucioni i cili është tipikisht i Bashkimit Evropian për fushën e drejtësisë, që është Sigma, po e përmend. Dhe në atë takim pak a shumë u konturua fakti që Shqipëria duhet i jepte sovranitet në fushën e drejtësisë, të cilën do ta merrshin ata vetë, sepse përndryshe e quhshin të pamundur reformimin nga brenda. Kjo u përshfaq 8 vjet më vonë, natyrisht skenaret e tyre janë në kohë, të shtrira në kohë. Koha punon ndryshe për ata, ndryshe për ne, rrjet ndryshe për secilin palë, kjo është e kuptueshme, por fakti është që të gjitha të dhënat tregojnë që interesi i faktorit ndërkombëtar, edhe për faktin se kanë marrë ata nismën që të na integrojnë Bashkimin Evropian, sepse kanë kuptuar që vullnetet politike brendshëm nuk dëshirojnë që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, tregojnë që ata antenat i kanë ngritur. Dhe ata nuk e prezumojnë ose të thonë jo edhe ndaj ndërhyrjes ushtarake në rastin më skajor, kur do të shikojmë që do të kesh rezistencë nga brenda për mos humbur pushtetin. Kjo është një anë. Ana tjetër, duhet të mendojmë edhe një skenar i cili vjen nga brenda, që do të thotë. Dhe ky është skenar shumë real i prekshëm. Shikoj Ngelet, ekonomia shqiptare sot, nëse do ta heqësh atë pjesën e cipës së sipërme të qumshit. Qartë. Kur i futesh në brendësi ngjan shumë me karakteristikat e Shqipërisë të vitit 97 ose 96 përpara piramidës. Shiko, kemi një ekonomi e cila qartësisht
është ndikuar nga rryma jashtëzakonisht të mëdha të parave të zeza, të cilat natyrisht nuk prodhohen në Shqipëri, prodhohen jashtë dhe ankorohen në Shqipëri. Siç duket me kalimin e kohës, nuk janë vetëm faktori shqiptar, pra krimi shqiptar, por me siguri ata janë miksuar edhe me krimin ndërkombëtar, të cilët e kanë parë Shqipërinë si një vend ankorimi të futjes parave të zeza, të cilat krijon vende Bashkimit Evropian. Pra u bie në qafë vendeve të Bashkimit Evropian. Shqipëria është si një ishull i thesarit për këta deri tani. Jo vetëm Shqipëria në fakt, po edhe vendet e rajonit. Të gjitha ato shtetet e rajonit, Maqedoni, Malizi, Serbi, Bosnjë Hercegovinë që duan të futen, praktikisht janë kthyer si në ishull thesarit për krimin ndërkombëtar. Ne rrezikojmë në mënyrën edhe pak komike ta quajmë, që zbatimi i reformës në drejtësi dhe bllokimi i rrugëve të hyrjes së parave të zeza në Shqipëri mund të shkaktojë në kaos financiar. Kaq i madh është ndikimi sipas vlerësimit tonë. Dhe këtë e dinë institucionet ndërkombëtare. Kemi biseduar me ata dhe ata janë të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Që do të thotë me fjalë të thjeshta për publikun, në qoftë se vjen një forcë politike shumë e përgjegjshme, e ka vullnetin e plot për ta çuar deri në fund reformën në drejtësi, për të goditur deri në fund qoftë sistemin oligarkik që është i lidhur me korrupsionin politik, qoftë natyrisht edhe me krimin. Një vend me një deficit tregtar për 5.4 miliardë euro për vitin 2024. Imagjinoni çfarë ndodh në kushtet normale të ndërprerjes së financimeve të huaja të dyshimta që futen në territor. Do ndodhi skenari që brenda 6 muajsh nuk ka nevojë për të organizuar nga brenda, organizohet nga jashtë kaosi në këtë vend. Si e mendoni ju këtë? Si e perceptoni? Si mund të jenë masat? Bie dakord me faktin që nëse lufta ndaj krimit vazhdon me këto ritme, kur them lufta ndaj krimit të organizuar, nuk kuptoj këtu ndaj fenomenit të pastrimit të parave. Gjithë bandat shqiptare, në këtë u them me siguri që në çdo qytet ka nga 2-3 banda sipas qytetit. Në gjithë analizat e tyre, veprimtarinë e tyre kriminale puntojnë drejt pastrimit të parave, që vinë nga Europa e këndej. Një tub i madh parash të zeza që hynë në Shqipëri. Shej ndërtimet. Shifni ndërtimet jo vetëm në Tiranë, por në jug dhe kudo tjetër, një situatë ku shqiptarët e ngratë nuk kanë para të blejnë me çmimet e çmendura që janë, dhe nga ana tjetër në dijenin time as politikat e bankave nuk janë të tilla që japin para për blerje potimi banesësh me interesa të ulta. Pra është fare qartë që është një tub i madh parash të zeza që vijnë në Shqipëri nëpërmjet strukturave kriminale. Lufta ndaj këtyre strukturave kriminale do të sillte në mënyrë të menjëhershme ndërprerjen. Ndërprerja nuk është një fjalë e thjeshtë që mund të thuhet. Nuk kupton kaos. Kaos, nuk kupton një, ta themi edhe një lloj ndërprerje të zinxhirit të ekonomisë apo të biznesit. Krizë. Ju e dini edhe më mirë. Në afat shkurtër. Do duhet ta pranoj. Zgjidhja vetëm është pra midis goditjes së krimit të organizuar dhe korrupsionit, që do të mbështetjes së sistemit të drejtësisë, ai do ta bëj. Ai është instrumenti. Vullneti është i gjithë i publikut shqiptar, vullneti është i ndërkombëtarëve, jo aq i politikanëve, por instrumenti që do ta bëj do të jetë ky, duhet llogaritur edhe pasoja, dhe për këtë pasojë pasoja është e thjeshtë për të zgjedhur. Nëse ne jemi një shtet i vogël, ta pranojmë. Jetë me një numër popullsie në rrudhje, fatkeqësisht edhe për ne, kjo kosto që mund të krijohet, sigurisht do duhet të mbulohet në një farë mënyre
nga ndërkombëtarët. Në më shtypje që fenomeni kriminal në Shqipëri, perfeksionimi i fenomenit kriminal, për masa, në fakt, e fenomenit kriminal, shtrirja edhe në jashtë Shqipërisë, e sjell të domosdoshme si një instrument për të shëruar plagën që mund të krijohet nga goditja frontale e krimit organizuar, procesit të pastrimit të parave. Që do thotë, është më e mundshme kjo, se sa skenari që tham pak më parë i forcave, po themi ushtarake, është më e mundshme që ai vakum, ajo munges, ajo situatë e beft e mungesës së keshit në ekonominë shqiptare për shkak të ndërprerjeve të sferës së krimit organizuar të mund të mbulohet në mënyrë racionale nga institucionet ndërkombëtare, në mënyrë që të mos krijojë premisat e kaosit shqiptar. Besoj që kjo është zgjidhja që mund të krijohet në këtë rast. Ta them edhe gjë tjetër. Lufta ndaj krimit organizuar, lufta ndaj korrupsionit, apo më saktë, lufta për të ndërtuar një shtet civil, ku ligji të mbizotrojë, i ka dhe këto efekte, të cilat do duhet i pranojmë. Do duhet i pranojmë, sepse në raportin kosto-përfitim, sigurisht përfitimi është më i madh. Edhe te fundit, dakor, ajo pjesë e biznesit që në një mënyrë ose tjetër mund të afektohet, sigurisht do duhet të jetë e qartë për këtë element. Edhe për këtë arsye them që s'po them mirëkuptimi, se në ekonomi pasi nuk ka nevojë për mirëkuptim, por që do duhet të ndërgjegjësohet edhe për këtë qasje apo pasojë që mund të vijë. Shqipëria është përballë një sprove të madhe në fakt. Po siç duket ka janë ciklet e historisë të cilat edhe vuan, po nga vuajtja të mëson. Dhe unë shpresoj që Shqipëria tashmë, kemi një cikël që po përsëritet, mas 30 vitesh ose mas 25 vitesh, por edhe fakti që zhvillojmë biseda të tilla tregon që jemi pjekur në farë mënyrë. Më thënë se po merremi me thelbin e çështjes. Në finale mund të themi këtë gjë, që zgjidhjet janë shumë të vështira, kemi ardhur në moment shumë delikat, nevojiten për zgjidhje thelbësore, të cilat për fatin ton të keq, por mbase këto janë fate historike, që nuk i kalojnë vetëm ne, por kalojnë vende të tjera, shtete të tjera, ne duhet që të kërkojmë ndihmën e partnerëve ndërkombëtar. Me dy marrëveshje të mirëkuptuara paraprake. Një, për ndihmë ekonomike kundrejt marrjes së masave drastike për vendosjen e ligjit të së drejtës. Dhe së dyti, të kenë edhe gjithmonë parasysh edhe mundësinë e sjelljes së forcave ushtarake për herë të tretë, siç thanë italianët në Shqipëri. Ne shpresojmë që mos shkojmë deri në këtë përfundim. Por unë kam frikë se po nuk u dhanë shenjat e qarta të forcës. Edhe viti 2025 do jetë një vit problematik. Sipas asaj që thatë ju, që edhe në qoftë se këto zgjedhje kalojnë përsëri siç kanë kaluar deri tani, qeverisja nuk do ta ketë lehtë. Dhe përfundimi do jetë një rënje totale e ekonomisë, ato kulla që sot janë gjysmë të mbaruara do qëndrojnë skelete, dek të gjitha të ekonomisë mund të rënohen. Faktikisht në këtë rast ndryshim nga 97 janë futur në lojë dhe institucionet financiare, që atëherë nuk ishin. Dhe mund të kemi papunësi, mund të kemi lëvizje migratore të tjera. Kështu që situata është e vështirë, shpresoj që mos kalojmë deri në këto përfundime. Nuk e di, unë do doja në fakt me një zemër që t'ju uroja dhe forcës suaj politike që në këto zgjedhje të ketë sukses, qoftë duke thënë fjalën e saj. Falenderoj për ç'më thua lidhur me me fazën ku jemi para zgjedhjeve. Unë pranoj për pozicionimin ton si subjekt
i ri elektoral, jo si personazhe të reja politike, nuk jam personazh i ri politik, as unë, as zoti Shej, as kolegët e mi, madje sa mirë që nuk jemi të rinj, ta them edhe këtë. Sepse më tepër se sa kur sot nuk ka më nevojë, ky vend sidomos nuk ka nevojë për eksperimentet. Duhet të ketë një minimum garancie tek përfaqësuesit e vet, po themi, edhe modestisht ofron një gjë të tillë. Po plotësisht dakord me të gjithë parashikimet reale dhe racionale që juve bët. Unë jam i bindur për faktin që kemi arritur në atë pikën e fundit të tranzicionit. Dhe kur them të tranzicionit, zua ta përdor në atë termin retorik, por në fundin e një cikli politik. Cikli filluar në 90-ën, me të gjitha ato, edhe me ato vuajtjet e mëdha, në 92-shin, apo në 97-ën, apo e me radhë. Në fakt është fundi një brezi politik në drejtimin e Shqipërisë. Edhe një mendësie bashkë me të që po të pranojmë faktin që nuk do të ndodh për shkak dhe vetëm të aftësisë së brendshme të gjeneruar nga publiku shqiptar, nga shqiptarët, por edhe për shkak të themi të ndërhyjes së partnerëve. Edhe për arsyeën tjetër se edhe po themi procesi i integrimit të këtij vendi në Europë edhe kërkon, ishte e pa imagjinueshme për mua që një vend që nuk ka bërë një reflektim serioz edhe në formë, po edhe në përmbajtje të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, sigurisht do duhet të ndodhë edhe ky test i fundit. Dhe testi i fundit është pikërisht kjo, të ketë aftësinë që një datë të kalendarit vet, që me sa duket është tani afër, ka asaj vjetër politike, të mos jetë ajo që do ta prezantojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Pra, jemi në këtë fund, të themi të këtij tranzicioni, të paqartësisë më tepër, të paqartësisë politike. Tranzicioni nuk është domosdoshmërisht fjalë e keqe, është zhvillim, është dinamik, po të paqartësisë politike dhe këto kostot eventuale ndoshta janë edhe të nevojshme për të kaluar dhe këtë fazë finale, për të kthyer pastaj në normalitetin stabil edhe për epokën që do të vijë. Sigurisht, unë qëndroj edhe një herë, dakord, mund të jenë këto ngjarjet që mund të ketë element dramatik. Mundet, por se edhe aftësia imunitare e publikut shqiptar është e tillë që nuk do të lejojë që për masat e tyre të jenë si 97-ën apo 91-shin apo 92-shin. Ama një gjë është e vërtetë, me thënë të drejtën. Konstatimi është shumë i drejtë. Gjithë ajo para e madhe, krimi, e droge, dhe korrupsioni. Dhe gjithë kjo masë e madhe, ndërtimi. Në një vend ku është pamundur të blesh 1 metër katror në Tiranë, domethënë nuk arrihet dot një familje normale mesatare shqiptare nuk e aspiron dot. Sigurisht krijon premisat të këtij dramaticitetit të kalimit në një hapësirë apo epokë tjetër. Megjithatë, ne çu ne shoh është rrugë pa kthim, s'ka zgjidhje tjetër. Eksperienca, të paktën mua, më mëson që nuk ka zgjidhje tjetër se sa rivendosja deri dhe me dhunë e ligjit, të shtetit, të institucionit, me mbështetje edhe të ndërkombëtarëve. Për sa kohë që me sa duket edhe për shkak të konjunkturës gjeopolitike, kufiri perëndim lindje është larg leshtë kur ne qartësisht jemi në perëndim. Kështu që sa mirë që të paktën krijojë një koshiencë publike dhe kontribuojë të paktën në këtë koshiencë publike, edhe tani para zgjedhjeve që to themi gjërat, paktën nga ata që duhet të them gjërat, kështu e shoh, kështu e ndjej për të pasur, për të hequr çik dorë edhe nga ajo hipokrizia e shtirur e politikës shqiptare, realiteti është diçka ndryshe. Kështu që me këtë fytyrë do të dalim, me këtë fytyrë do të jemi dhe urojmë jo vetëm në mirë kuptimin e shqiptarëve, po të paktën që ata të reflektojnë realisht për momentin historik se ku vendi ynë është sot. Shumë e qartë, sepse sa më shumë të shtyhet në kohë
ky ndryshim i madh, edhe ky çmim i do të rënd ishte më i madh, vërtet. do të jetë më i madh Më i madh. në të ardhmen. Zoti Lebej, unë ju falenderoj për praninë tuaj te Prosperous Alp, edhe ju uroj sukses edhe një herë. Falenderoj shumë gjej për mundësinë që mbarësi e të mira dhe juve. Faleminderit.